Nëse klikomi këtu, pastaj klikomi te properties, kemi edhe disa opcione shtesë. Këtu është sikur lart që patëm me zgjedh domethënë llojin e fontit dhe mallsinë, i kemi njësoj edhe këtu, por këtu i kemi disa opcione tjera. Për shembull, kjo është për mja ndryshuar ngjyrën e tekstit. Nëse klikoj këtë, shikoni, ndryshon ngjyra e tekstit. Kthejna CTRL-Z. Ndërsa kjo e kemi opcionin me me zgjedh ngjyrën sipas domethënë sipas formatit të tekstit e bën edhe backgroundin kjo. Nëse klikoj këtu pikat, atëherë këtu i kam disa opcione. Me bo me gradient kështu apo me ngjyrë të plotë kështu. Kthejna CTRL-Z. Opcioni tjetër këtu e kemi me dhonë kufizim tekstit. Në këtë rast nuk ka, po mund me zgjedh, shikoni, kjo bëhet kufizimi i tekstit. Nëse klikomi këtu i kemi disa opcione, sa më kontrarsia, për shembull 0.018 mund me bo 11, do thonë bëhet kufizimi më i vogël. Apo kthejna CTRL-Z. Nëse klikoj këtu, u shfaqen njëjtë sikur këtu që patëm me zgjedh tekstin majtas djathtas, por i kemi edhe disa opcione tjera. Për shembull, këtu, nëse shënoj një enter, shikoni që largohet teksti nga kjo. Kthejna mbrapa. Kjo do me thonë e largon komplet tekstin. Nëse e klikoj vetëm këtu, një enter, kjo i largon vetëm këtu fillimet e fjalesë. Apo 0 enter. Kjo është, domethënë tregon edhe këtu shigjeta, kjo është as prej djathtas majtas. Shikoni, 1 cm. Kthejna CTRL-Z. Ndërsa, siç po shihni, tani kjo është një paragraf. Nëse klikoj këtë zgjeroj, a pastaj shkoj këtu, edhe nëse arriti e bëj numrin 2, shikoni kjo bëhet 2 paragrafa. Kemi raste që i bëmi edhe 3, kështu që vetëm e bëmi, këtu e rritmi numrin dhe bëhen 3 paragrafa. Shikoni. Ndërsa, nëse klikoj këtu, e kam opcionin me zgjedh si mu pozicionu paragrafin. Këtë rast është top, nëse klikoj center, shikoni si bëhet. Nëse klikoj këtu, kjo vazhdon prej fundit, domethënë bottom. Apo full, kjo zgjeron këtë. Zakonisht e përdorni këtë opcionin e parë, por ndodh në projekte ndryshme mund me zgjedh edhe ndonjërin nga këto opcione.